Unë jam Fikret Mik Shatri, veteran I plagosur I Shqipërisë Shqiptare të Kosovës. Në momentin kur është fillu familja Jashari, asgjë tjetër s'ka pas kuptim. E kom rrit si Elsin prap, jem zgjidh, edhe prej atyhit jem gjujt mi telat burgut, për më ka ra me një shkatë tepër afër, edhe ma ka bot dobro jutra ati. Ta shet patriotizm në për të pa me aj në prej stat. Më parru flak krejt, se kom kapshin supportat për flak, adin tepër, më ishin më mingre flak, mi shkullshin flak piko. Tash është kozaj më shumë, po ka bo punë edhe vepra të këqija, shumë vepra të këqija. Ma shumë shkon në për të pa me që aty të rrethi vetë. Nuk vjen kënej ku janë këto familjet cilat kanë pas veprimtari patriotike dem babadem. Kom jetë pik në zemër që kom dëgju vllaun tim në moment kur kisha cërnaru për dorën e zezë, e cila masakron të shqiptarët, I kom pas në thonë mi lekfidu në të cërnaru për, e kom pas plumin tytë, në dhimët sa dhe kësaj dite që s'ja kom zbraz, edhe kemi kalu në peroje, bam, edhe jemi pozicionu si ka edhe autobusit, ja kemi qu autobusit. Ka shku autobusi, hop, edhe ka kis, si, ku acarova në të ushtajnë, e bona një gjest, kështu po gjatë tash për ndrejtim ti. Tash pëse po dizën formën të vrasë si qenë, aji Abedini qohet mja u fut zolle, ka pas zolle, po ja fut si snajper të mbalë, Abedini. Si ka pushu brëshria, jem qu tani gjysëm I ngritur edhe kom gjujt në rëtim shkija. A bërë, na nuk kemi pranu u bo dëshmor, sepse derisa nuk ka qenë ushtar, I radhitur në që kësë me kamuflu historinë edhe një diçka të paqenë Zotin e Malkat. Edhe qeshtja e veteranëve të rrajshëm, edhe qeshtja e familje e dëshmorëve të rrajshëm. Duhet më zgjidh, ku duhet gjithë këta ushtarë, ka erdhë në gjithë këta veteran, ka pikë në gjithë këta veteran. Kur e pash hashimin të baba I vetë spital, me pranga, me prute baba, sëp të vorri, më të pikë vaja, Zi që më thëmë. është marrije madhe, është gjukat gjakatarë. Ne s'kishim buk më hangër e pas kanë bo transplant të organe. Kjo është ljopa këto nuk e besat generalive të shpallë, se nuk bënë, këto nuk e pranoj. Po du të mirujt figura. Du të mirujt se ajo figurë qërimtare, figurë kamtare është. Unë jam Fikret Mik Shatri, I lindër në Tamac, komunës Burimit. Kam mbaruar studimet postdiplomike, kuptohet shkollën fillore të mesme në Gorakoset, mesme pasaj një stag, studimet themelore në Prishtinë edhe studimet postdiplomike në Prishtinë. Jam veteran I plagosur I Shqipërisë Shqiptare të Kosovës, pjesëtar I familjes dëshmorit të kombit, herojt Kosovës Izet Shatri. Jam babaj 3 fëmijëve edhe punoj në institucione shtetënore, përkatësisht në Departamentin e Sportit të Kosovës. Jetoni është I plagosur, ka qenë I plagosur në rënë bashkë me Rahimin, në momentin ku vra Selman Lajqi, thotë këta kanë qenë protagonistë. Po janë të harrum këta që janë protagonistë që frymën e fundit Selman Lajqi të e morë një ushtar në prill 99-ës
do thot forcat serbe i kanë godit. Thot relativisht jemi një familje që e kemi përqafu luftën. S'kemi pas rrugëzidhje tjetër për shkak vijes trungut familjar, edhe nuk do duhet ndodhte ndryshe. Sigurisht kemi mujt më bo sene hala më të mira, hala më të mëdhaja. Po që jemi këtu ku jemi edhe po vazhdojmë rrugës e idealeve tona, edhe si familje, po edhe si individ. Po në momentin kur është fillu familja Jashari, asgjë tjetër s'ka pas kuptim. Beja ti momentit që është fillu familja Jashari, do thot, unë praktikisht kom qenë pjesë e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Jo fizikisht, po mendelisht. Pse? Sepse kom qenë student këtu, edhe pasaj ka ndodhur shumë protesta, jemi përplas fizikisht me forcat serbe në për protesta në Prishtinë, edhe do të thot në fillim majit, kur kemi ardhur pej Prishtinë, kemi shku faktikisht në për Prizrene, në për Cerze, në për Gjakove, në për Deçan kemi zbrit për Carabrebg, sepse ka pas forca serbe dhe të kemi pas një tundim tepër të madh për mu kthy në një stag, do thot, për mu kysh në Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, bashkë me vllaun tim Izet Shatri, Rahimin e kemi pas një stag atje, edhe me Avni Shalën, prej Logjës, të Pejës. Do të thot, mendja ka qenë e ndam, sepse si studenta, vazhdimisht bëjshim plane, diskutojshim, edhe e kem ditë që veç në Ushtrinë Shërimtare do të përfundojmë, sepse tash brumi familjar ty ta determinon, aq ma tepër që une trashëgoj ka ona e nanës, edhe një histori shumë dëmshme, sepse dajen faktikisht gjyshin tim në vitin 1956, nëse s'gaboj, kanë morë në atë kohë djemë më të mirë të fshatit Vrellë të Komunës Istogut, edhe i kanë shkallmu me dru në burg, edhe se rezultati saj ka dho jetën, dhe ka dho shpirt për gjyshi jam. Edhe si i vogël, historinë e tij tu ma kallëzu, do thot, u mishrojsha me këtë pjesën e luftës, edhe lufta edhe urrejtja ndaj një pushtuesi kaq gjakatar si Serbia, historikisht, është brymos qysh në moshën e hershme të rinisë. Kështu që, po them, ka qenë e pashmangshme kjo luftë, edhe normalisht që jam i lumtur që kum arrit më kon pjesëtar i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, një ushtrije të lavdishme, edhe një ushtrije e cila deri në embrion bon krenar. Edhe pej ditës parë dhe deri në frymën e fundit. Pafundësisht në bon krenar. Kam zgjona dhe bi me këto ndjenja kaq madhështore. Të lumë që i kemi këto vlera, të cilat duhet mi brumos, mi qelikos edhe mi rujt si sytë e ballit, ashtu si që arritëm si popull me brumos edhe me rujt si sytë e ballit heroizmin e Skënderbeut, edhe veprat humane të Nën Terezës, edhe flijimi i familjes Jashari. Këto janë ajo strumbullari, shtylla, bazamenti i qenjes tonë edhe i ekzistencës tonë. Ne arritëm më shku në Tomac, edhe prej aty me datën 16 maj më kujtohet ku më arrit më shku deri në Pej
me një autobus, kisha një vajzë vllaut, tash është në Amerikë, Zerinin ka qenë e vogël, dikon as 30 si ka pas, edhe prej peje në për livadë e kum qu në shpinë. E kum qitë në shpinë edhe kum shku në logjë, e kum qu të dajtë e vetë. Pastaj atë natë, unë jam shku të Avni Shala, kum flet të Avni Shala edhe se kem pas bo me fjalë mu bo bashkë edhe më shku për Glogjen përkatësisht në Prilep. E me datën, do të thotë kur jemi zgju herët me mëngjes me Avnin, jemi nis kam për Lugë Baronit, edhe do thotë që aty të Kryshevci dikun na ka marrë një Mercedes i bardhë nëse zgaboj, ka qenë duket komandanti i Kryshevcit dhe ajo konë civil. Edhe na pyeti ai neve, ai serb. Na pyeti ku po shkoni, tham deri në Dubovik. Edhe do thotë na ka marrë në një segment caktuar, na ka lëshu aty, edhe kemi shku në Dubovik, e prej jemi bu bashkë me Beqir Gërvallën, nëse s'gaboj. Tani prej aty të kemi vazhdu në Avnia, drejtim Glogjanit, edhe prej Glogjanit na kanë orientu në Prilep, do të thotë ditën, dikun ka ora 11:30, 12 veç kemi më rri në Prilep. të familja Lokaj, edhe thotë familja Lokaj, ata janë tajt e komandantit Nasër Shatër. Edhe thotë aty e kemi taku Nasër Shatën, i cili ishte i pasaardhëm nga Suedia, që e patlon familjen e vet. Ishte një kohë e gjatë se kisha pa prej 3 tetorit të 89-ës, kur e pat plagos atë inspektorin e policisë Tomislav Babović, për asaj kohë kur më nuk jemi pa. Normalisht ishte një moment tepër preks që u taku me ta. Edhe aty darmë që i kishim pa njohura me Avnin, në kullën e Imercufës. Aty kemi një Gulinov, e kemi zbërthy, e kemi vajos, e kemi mbërthy, do thot, edhe aty do thot morëm udhëzime për mobilizim të rive. Edhe pas dite do thot, me Avni Shalën, jemi kthy për Dubovik. Kthimin nuk e dija, kemi pas me një makinë siguri se ka qenë i kthim pak ma i shpejt, edhe thot, jemi arë prapë në Dubovik. Kur jemi arë në Dubovik, thot, e kemi vizitu pak në Nënajshe, edhe prej aty jemi nda me Beqir Gërvallën, edhe do shta së kujtojt edhe dikush tjetër ka qenë. Te Proi Gërvallë, sa po jemi nda, në një kthes kemi ranë prit forcave serbe, të cilët kanë qenë kert pa tabela, edhe nuk kanë qenë të një informum. Edhe Avnia i ka pas 2 bomba, kështu një jakne të lidhne, edhe ka qenë e pa mundur me bo në i reagim ose në i reakcion kur në i tyne, sepse kërë civil ki parasysh, kur ki kërë civil po të vjen për balë, ti me ndonë që është kërë Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, edhe na kanë kap aty për një herë, edhe të predaj se na kanë bo, edhe na kanë fut në atë kërë edhe na kanë qu drejtim pejës, po para se më na qu në pej, dhe na kanë alë një ven, ata bisedojshin me zveti, ti qojmë, ti pushkatojmë. Asi menojshim që përdojnë më na pushkatu. Po na qunë stacion të pejës edhe aty pastaj ato egzaminimet fillestare na i bën edhe pej orës 9, nështë para 9, besa, orës 8, deri në mesnatë,
mua dhe avnis nuk na e ka nal dajakun, rrahjet brutale, ka qenë një dhunë e papare. Se ishim dhomat nda me avnin, vetëm një moment na kanë lë bashkë në korridor edhe ishin dikon rreth 5-16 policë, secilin i vendosur nëpër kanider, edhe me shkopa gome edhe na goditëshin. Ashtu një gjysore që ashtu na kanë rrah zbashku në korridor, të kriske, palica, shkopi i gomës, kanë pas gjatë do shkop, para mrapa, në tana ont, në pjesën time, thot, ka qenë një diçka kogja sfiduse dhe kogja tunduse. Neve, si thash, këta debes punëtorët e sigurimit, do thot udbasht, këta komunikojshin shpeshher mes veti, apo ndërlidhen për temat njëjta, saktësia e ngjarjeve ose apo thojmë të vërtetën, unë edhe avnia. Do thot, ka ndodhur pyetjen e njëjtë ma kanë bë mua dhe avnis, edhe çka po them unë për avnin dhe çka po thot ai për mua. Edhe fillimisht kur ki parasysh në katin e fundit, futesh korridorit në katin e fundit, nënën e majt, fillimisht më ka marrë pyetje nënën e majt. Edhe kum pas një unaz nënës, ndjer, dhurat, ma kanë hjek atë unazi, thasha, ka mundësi mas më ma hjek, po e di ke që ka më gjet. Se tani durët, si që kjo dorë, u pa të rash, si më t'ishti dhe durë qëtu. Qaq jenë pa aj durët, jenë pa but zeza, pe rrahjes. Masi kesh në gjeni, tani e kuptova pse ma ka hjek unazën. Edhe peja sa i zyre, më kanë fut pasaj në zyren e fundit, të katit fundit, besoj është kati i tretë. Ajo zyre është ndërtim të Borrit Burgut. Edhe aty rrahje, ujë, që ishin banja, dhe një kohë e kishim për veti, sigurisht edhe avnia, e kishim pa mundur edhe të urinonim. E krejt atë proces do thot ne hiqim pantollat këta udbashat serbe, se mos smyshe me kap as në trener ka kum qenë, as një lecë nuk myshe me kap ma me dorë, sepse ishim maltretuar dhe të rrahur brutalisht. Edhe kur i kanë kryer krejt ato procedura, dikun ka 12 nac, është boshatis objekti, na jemi konë të lidhën, mbrapa dere, sigurisht edhe avnia në të zyren që ka qenë, po se kum di çfarë zyre është, se ka korridori madh, zyre shumë, edhe kur qaj procesi i rrahjes pijuj, shkom bani urina, një supoft serb qelsin që tu zgjedhe ledhe, hop, e la një tavolinë si formenel, e la mas një vazo të luleve artificiale. Edhe ky zburq si shpinës teme, supoft si avnishala ja u dinamna të sakt, ky e ka harru qatë shkopin e gomës që më ka rrah mu, e ka harru nër tavolinë. Edhe masi jenë shku ata një kohë që aty pak jem për gjumë, e kum kap atë shkopin e gomës edhe e kum rrinj atë qesin ka dale edhe jem zgjidh. Po tash ka qenë krejt dritare edhe kur jem shku në mesin e dritares të asaj zyre, ma ka qitë oborën e burgut. Edhe jem ardh jem lidh. Jem shku edhe një herë, jem zgjidh edhe një herë, edhe e kum pa që ish muri burgut afer, pa ka një eroje atje, një eroje i sigurimit burgosnive. Ka një farë si
ka qenë pikë vrejtimi, e një gardiani. Jam marrë, jam lidh, ndërkohë kur jam lidh, dytën herë, i kom një ecjen në për korridor, tap tup, ka qenë një roje, tash o konë serba, se di, po ka qenë një qalë. A di kështu, ecke tu ta palu. Unë e veç që jam pështet, jam bo kështë po flaj edhe hop, më ka zot gjumi. Edhe ka dalë, ndërkohë nuk e di sa ko kum flajt, para me nxesit, para se mu zdrit, kum një zonat e gjelave tuk nu qëtë tu le, edhe më ka dalë gjumi, e kum rri qelsin prap, jem zgjidh, edhe prej atyhit jem gjujt mi telat burgut, prej telave të burgut jam ra poshtë të një familje grapsi, atje poshtë, kur jem ra atje, po fizikisht jem konë mirë, se aty o desh më thuj kam, o desh më thuj durth. Po kur rash paralelisht edhe me kam edhe me dur, kogja mirë e amortizova atë goditje edhe veç kum këqyr një moment të dritarja ku kum këcy, edhe një moment atje, tash po më kërset në i kalash, edhe jam qu, edhe e kum kalu atë muri, o konë një muri, ndoshta një metër e gjysë, ndoshta ma nalt. As vetë nuk e di që e kum kalu, edhe kum kalu aty, dikon një 20-30 qenë. Aty jam ka një qamë se kur na kanë shtin kërët të proj gërvalës, na kanë rre me kondak të revolës. Edhe të thot kemi qenë 2 gjakosën edhe avnia, në kokë edhe në veshin edhe jemi konë krejt gjakosën. Edhe të thot kur kum kalu ka qetë, as njoni s'ka bozo. Dyqysh rrishin ort edhe veç më shiqeshin. As më mleja, as heq edhe jem shkua se rrugë për pjetë, kur o qu një helikopter. Pasha e kanë pas informatën për mua, se kanë pas nuk e di, po edhe jem fut në një shkurre me thera, e kum hjek thera, ko gjagat, krejt në për thera jem hi, jem mshef që aty, a ena helikopteri një ko gja në për qytet pejës, edhe kur u ndalë helikopteri, do thot, nuk nisha ma zhurm, jem nis në drejtim të Istogut, se me nesha marrë për deqen në zonë e ushqisë lirëtare të Kosovës, po e kisha të pa mundur, nuk disha ka, mo shku ka mali, e disha që është ajo kazerë me ushtrisë për mi Karagac, edhe jem nis drejtim të Istogut. E di që i kum pa dëshkije me lëp, edhe më ka ra me një shkatë te për afer, edhe më ka bo Dobrojutra ati, edhe kumes shpejt se u tëqa që aty Cige Brestovik më doket, janë që të fshatna. E para se më shku në Vësel, mori jetja, unë disha ju rritur, kisha fshtirë më si kum pas kom të ajta, po ajo vesa e mengjesit, ajo më pat bo tepër mirë, ajo më pat dhënë forcë, edhe ajo ma pat amortizu pakat adhimje në madhe. Jom hi një barë, kur për një gru të thonë, qas në una kamen adin, e mjel keni lopë, kur hop një burë po del, edhe tha hajde urna, thash, a mu e bre, më hi qëtu më pushu pak, jo, tha jem të shku, tha, për bjeshke, zaru të të nëta. Edhe, thash, a ka pak buke djath më ma pru. Adin, ma ka pru dhe buk me dhe djath, vis një kafshat e kum hongër, s'ku mujt ma shumë. Edhe kumec, a nej, nëshat, zdi cili fshat, Vitomirica, garant, regioni Vitomiric, pa hi në Vësel. Edhe, kur jem shku, para se më shku të kryqin e Vësels, aty dëndzanca i takove, thasha muni më ndihmu, këqynia ka polis të kryqi edhe nëse s'ka bëma minë me dorë, edhe që kom nejtu në të një këthes aty mas dhe lisave, veç kur ma kanë bo hajde kështu.
ku m'm kalu për mes atij Ullkryqi ku e nxënëse. Kretë më qëshin mu, se i qëroditën, i bon me gjak, edhe ku mec, kur janë do mureq atje, janë miq me neve, do kojshit mi kanë miqësi dy anshme, edhe peshat, pe një atë burrin, ish vllau i një nusës një kojshis tem, edhe përveç për vllaun e tij të vogël jemi kanë moshatar, thash a është aty? Tha jo vëllai, tha nuk është aty, ai i kisha pa përngjau në një si djem problematika, të bo probleme edhe në kohën e ku shkollët që janë konë private, si senësh. I thash, ai po e ec me ata burrat ishin konë të shku më pa, unë mbrapa tyne, edhe për thëm, m'doket nuk je tu m'njoft. Veç kur e nalë, tha, asë jelin kështu kështë kushje. Thash, jam Fikret Shati, djali Recep Halilit prej Tomoci. Tha, qka? Veç kur, tha, qka ki kështu vëllai? Thash, jam mik pej policisë të pesë. Edhe ju ka thonë aty kur vazhdojnë ju shkoni për krysh nash atje, o këthy, jo vëllai, tha, e kum harru emrin e vllaut ty në të vogël, ja kum harru emrin, edhe kemi shku aty, më kanë fut, më kanë trajtu, edhe do të thot një motër e tyne ka shku në Tomac, edhe një kojshi jemi ka ardhë prej Tomac, që atje më marë, edhe sa po më ka marë, jemi hip në kerë, jemi arë në për rrugë të fshatnave, kur jemi arë në Tomac, baballaku i vllau tem për i logje, ka ardhë me dhonë lajmin që Fikretin e kanë zonë policia. Ai të dera, unë të dera. Veç unë isha i bom zhele, edhe aty pastaj nejse nuse e vllaut Sabria më kthej buke me të pastrume, me tana kujdes, edhe një muj ditë dhe jam sheru një doktor, është doktor i stohut, një doktor i mirë, Gjevat Avdijaj, që jam tepër mirë njës, ka pas veprimtari të mira, se krejt ushtarët UÇK-s, cilët asajone kanë pas probleme plagosje kësi, dhe thot ai ka trajtu, derisa kanë rënë gjurmë titën e kanë burgos edhe ato, edhe prej dhët mas një muj, pasaj kum vazhdu për mas bjeshke, ndërtim drage, se aty gati me edhe Gjafer Shatër është arratis për i burgu. Në thot jemi 3 veta, ai u arratis, po neve na metën probleme të rrethum, mu për shembull isha në shkollë të mesme në Burgasen, edhe ka qenë një supoft shqiptar, isha i ri, që t'ke buza qomsht, po du një sakez dhe kum pas, ku po menon terrorist, ku më ta hjek tha mishin me zhilet. Edhe vjen një nati nëse s'kujtuat emni ti, ta shet patriotizm në për të pa me aj, në për Istag. Shqiptar është. Po besoj deri në fund të intervistës ka më nërmend se pik në zemër mjet nëse nuk më kujtohet emri i tij. Në mendje kam po. E du më thonë që ai akti në aserit o ka një farloj kalitje e radhe se jona. Akti në aserit, pa mërësisht që jemi kanë të rrethum, pa mërësisht që jemi kanë si familje i të përjashtum pej një pjesët madhe të njerëzve, sepse po do m'ja pa shirën, ku luftë kur unë ka familje që janë friksu, e kështu që kjo. Skënder Shati, djalë jas me Rahim Shatën, më kanë përcjell deri në Drag. Kjo është fshat i shqiptarët bosnjakizum të
në pjesën e Novi Pazarit, rajonit Novi Pazarit, edhe aty me Milet Mehmetukaj, Milet Tahirukaj, kemi vazhdua se rrugë për mëra poshtë Ribareq, mdoket i thojnë Ribareq, edhe tura të poshtë një nivë e policisë të arë për pjetë, i thash Milet që kjo nivë, kisha flok të gjatë edhe një far rrethi këtu, si ka dalë qoshin këthes, e kum pa që është nivë, edhe kum këcy në dëshkurë, jo konë rrepirë, edhe qështu lujket trupi. E a i vetë, a i kanë këqyrë policia, po kërë kanë pa vetë, kanë thonë hajtë, se që shim konë dytë, pa në nalë, ka qenë e pa mundur. Edhe kalaj ajo nivë, shkaj për pjetë, kur dole une mëra poshtë, a i rreth i flakve. Edhe, po kur ku pa shku në Shqipni, në Tiranë, i kum pa rru flak krejt. Se kur më kapshin supovcat për flak, adin tepër, më ishin më mingre flak, mi shkullshin flak pi koke. Edhe kur kemi shku poshtë, aja ka prit autobusun, një më shef mas shpine, mas një shpije aty. Ka qenë poshtë të rruga që i vjen prej Serbisë, ne prej, nuk di, për cilit qytet është. Edhe aty ka arë një autobus, kemi shku ndaj në Rëzhaj, a i kerri në Rëzhaj. Kemi hip në Rëzhaj, edhe jemi shku ndrejtim Tulqinit. Kur jemi shku në hyjme Tulqinit, jënë konë një 5-10 polic, edhe na pa letër njoftime. Asi, tu na legjitimu, ne e kënej na nxurën jashtë, tu na maltretu, sigurisht një 2 polic boshnjak. A i tha pus, jo vë mladi, adin, leni këta trica në vend, tu na shoha, ne tha, hup një pejktujt, qështu na tha, edhe kemi hip në kjarë fup e nullqen. Kemi flenit atë natë, se unë e kisha një adres, djali Mic Skenderi, ma pa dhonë adresën e fshatit Lise, Skender Tahiri, ka qenë i farë është trajner i karates, është gjallë, është aktivist i mirë, burri i mirë, edhe ai na ka qenë një taksi në fshatin Lise, kemi shku drejt e ai, me Milet Tahirukaj, edhe na ka fut në serë, o konë temperatura, llogarit, qeshor dikun 10-15 qeshor, temperatura një 50 gradë, që aty kemi nejtë, kogja një kohë, na u moshën patike djerë s'pej, po u dashke për punë me prit terminin për me kalu lumin buna. Kur mas një kohë ardhë na ka morë, na ka hip në bark, kur po bëj këndrimi i kufitarëve. Na ka hip në bark edhe kem kalu aty, po pretëshim çdo moment më na kris na i gjujti në drejtim tonë, po kalum drejtim Shqipnisë edhe pej aty tani mo, thot, kur nuk jam nalë me të mbledh armatim në trapoj, të grumbullu armatim, të bartë armatim, tek kur jem hi në tetor, kur jem hi ka pashtriku. Njëherë kemi provu ka trapoja, kënej ka në Sylbic, kemi qenë në Sylbic, atje kemi hi e kemi ra në prit. Do thot, disa herë kemi provu, jemi kthy mrapa, e pastaj prej atyt kemi shku në Vlanën Cahan. E pe Vlanën Cahan, oni do thot muin tetor, jemi hi ka pashtriku, sigurisht në për hapsirat minume, i qminojshim, ecshim, ka qenë periudhë e vështirë, se edhe vetë grumbullimi i armëve ishte prap problematik, edhe vetë rujtja e armëve ishte problematike. Se në të kohë dileret e armëve çka zbojnë, do thot tash
ta shitshin armën, ta merrshin armën, sidomos kjo ndodh ke me mushka dhe kuaj, se bleshi mushka dhe kuaj për mi bajt armatimin, edhe dhe thot kishim shumë probleme, po ke pasi shqiptar të fort në Tropoj, armët për shembull i kem pas grumbullume te kulla Ali Kujelit. Dhe thot aty me Xhabir Zharkun, kërkoj falet që ma herët nuk më kujtu emni i atij punëtorit sigurimit që ka punu për shkije, Istref Sadika i ka qenë. Ka qenë një njeri fort i keq, edhe është faktikisht tash është kogja i më shumë, po ka bo punë edhe vepra të këqija, shumë vepra të këqija. Ky është që Istref Sadiku që une isha hala buza tamën qëtke dhe ke paja kum ata pre mishin me zhilet. Pse unë nuk shkova atë natë, unë qesha bicikletën të një nipi joni, një stage ku shkova taj me morë bicikletën mas shkolle. Tha i daj, tha mos gabo më shkun të mos, tha se janë të rëthekum të naunt, edhe unë e flenjët atë natë. Po bona që shë bona gjumin, në thot natën e 3 tetorit, o kon një 3 tetori ftoft, ka pas flus ka bore në atë kohë. Edhe kur u qova në mëngjes, shkova herë, po tha, mos thuj, tha që je kon të une. Edhe une, në ora 6 hopëm të mëc, nalën policia aty, tha qka pikujt, po vjeni, thash pe vrele. Aty pe vrele në ora 6, kaq asi, ku i thash të dajt e mi, dreshajt. Të Osman edhe Isuf dreshaj. Edhe më kanë morë, më kanë fut, në kampanjol, më kanë qunë i stëg. Edhe kanë desh më shku të dajt e mi më pyt që asi, po një mik i joni i demajve, o kom polic, aj më ka pështu mu, ka thonë, po mëre, për një është, po i ka dajt në vrejle, ane e këne e bambum, edhe nuk kanë shku më pyt, a për nërshë une ju thash pa vërtet atyne, sepse më thaj, se u tut kemi thonë që jem konë, normalisht në atë kohë jënë tut burë njerë, se ka qenë jo ku e letë, ku kogja e fështirë, dhe adin disa njerës kanë pas frikë. Edhe do thotë, më kanë shu, pastaj masi më kanë morë kështu një intervist me mu, do thëmë më kanë morë në pyetje, do të dhona qka janë ato sipërfaqësore, se qa kisha unë i vogël, sa i kisha 3-14 vjetë sa i kum pas. Edhe më kanë shu pej organeve të sigurimit një stak. Po, man leksionen e për të pame, Ta shë bo patriot. Adim po, në atë ko, si ka punu truni. Adim që ka punu, se ke pas ti plët shqiptarë që në kom polici, po kanë betë shembulli ma i mirë i mundshëm, apo kupton? Po ta shet patriotizm. Nese, shet të do njerës që nuk e njojnë, edhe të do njerës që asise, të do familja as nuk gudzo ma hi. Apo kupton? Ai ma shumë shkon në për të pa me që aty të rrethi i vetë. Nuk vjen kënej ku janë këto familjet cilat kanë pas veprimtari patriotike dem babadem. Dhe nuk vjen. Po në personalisht nuk kum pas të sigurisht nuk hi më qenaj aty. Me ditë që është një të pame, une nuk hi. A opton se është ofendim, është ofendona për ti. Ne kemi funksionu, do të thëtë, kur kemi ardhë prej Shqipërije për Pashtrik, kemi ra fshatin Gorazhub, edhe pej Gorazhubi o kon koha e erën pushimit. Tetorin 98-ës, pej Gorazhubi aty me kamiona kemi shku në drejtim
drejtim të maleve të Berishës, që aty për herë të parë më ka ra me taku Fatmir Limin, malet Berishës, edhe aty kemi nejt, dhe thot një 24 orë, edhe prej maleve të Berishës kemi vazhdu në drejtim të majës Goleshit edhe ka Vasileva, dhe thot aty e bajshem armatimin me kalu asfaltin në shpinë, drejt e shkolla Vasilevës. Shko, ktheu, ngarkohu, prap shko, edhe një natë kemi flet në Bajic, në fshatin Bajic të Skënderajt, edhe natën e dytë kemi flet Leqin të këta, është familje patriotike, Rifat Draga, këta këngëtarët. Është shumë familje që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Edhe prej aty pastaj nëpër Vereq edhe kemi hi në zonën tonë, edhe kemi funksionu si njësitet ndame 98-ën, si njësitet ndame, edhe tikun fillim dhjetorit jemi shku për Rugov, une, Nasër Shatri, Bajram Mehmetaj, Menhen Dervishaj, Adem Grabovci, edhe me Selman e Salilajqin kemi themelu brigadën 138 Rugova. Atje kemi bo veprimtarin e partë një organizimit një brigade, pastaj me 2 janar, sigurisht jo vetëm organizim brigade, po edhe mobilizim, edhe furnizim me armë. Dhe ka qenë lidhja me shqiptarët bosnjakizum të Trozhajës, të cilët përmes tyne kemi morë armatim edhe kemi bajt armatim kogja të mirë edhe kogja të rujtën, edhe kogja të papërdartë. E me 2 janar, unë Bajram Mehmetaj, Menhendi, Nasër Shatri, kemi ranë rafsh, edhe kemi fillu mi afru celullat e para themelimit brigadës Adrian Krasniqi 133. Një pjesë e këtyne armëve kanë shku në brigadën 133, ndërsa një pjesë në brigadën Rugova. Do më thonë që një pjesë e madhe furnizimit të atij rajoni me armatim ka qenë pikërisht për Rrezhajës, se kujtohet ku morë pjesë vetë në periferi të Rrezhajës, kur na ka ra bore madhe, na ka rshit Maunja, kon kamion i madh, me kësi me dy rimorkjo, ka ra në rrugë dhe kemi bajt armatim prej aty në vrap qenit, merë largo në periferi të Rrezhajës, prap ktheu merë. Po du më thonë që një pjesë e furnizimit të brigadës 133 edhe 138 Rugova kanë qenë edhe për Rrezhajë. Do thotë, pastaj unë me Nasër Shatrin kemi qenë pjesë e policisë ushtarake, fillimisht pa u bo bërthame përgjithshme, ne kemi ushtru me një pjesë të djemve dhe vajzave të policisë ushtarake në bregoret e malit Leskovik për mi Studenic. Pastaj kur brigada 133 u formsu, ne ishim pjesë e policisë ushtarake, ku policia ushtarake e kësaj brigade ka lujt një rol shumë të rëndësishëm edhe në organizim, edhe në kontrollim, edhe në mirëqenien e gjithëmbarshme të brigadës, sigurisht edhe në aksione. E di që policia ushtarake, një pjesë e segmentit policisë ushtarake,
ka bo aksione tek vreshtat në Roberd, pastaj policia ushtarake ka bo aksion në fshatin Tomac, në autobusin e policisë e cila shkonte për Deçan. Policia ushtarake ka bo sulm edhe në komandantën e policisë Trakoshit. Policia ushtarake ka lujt rol kyç edhe në ofenzivën e madhe 12 prillit. Kështu që marrë në tërësi është një veprimtari kogja përmbajtësore, po sigurisht personalisht nuk jam as përsafër me i kënaqur me ata se çka kemi mujt më bon e çka duhej më bon. Po gjithsesi në atë kohë, në formën që kemi vepru si polici ushtarake edhe si brigadë, adin mund t'jemi kënaqur, vend për përmirësim ka gjithmonë, po mjet pik në zemër që kum dëgju vllaun tim një moment kur kisha Cërnarukën dorën e zezë, e cila masakronte shqiptarët, të vendi quajtur Te Vaga, rruga Gorra Koci Stog, i kum pas në thomë mi lekfidu, në thot Cërnarukën, por nuk më la vllau jam, tha se këtë familje shqiptare tha e bojnë masakra, e kom pas plumin tyt, më dhimet sa dhe kësaj dite që s'ja u kum zbraz për me hjek atë grup famkeq që ka masakru edhe ka vrar shqiptare. Na ishim djem tri edhe nuk kishim shumë përvojë, edhe konsideroj që o dasht më bo veprime të koordinume, të planifikume edhe të menduara mirë, por gjithsesi kur je ushtri vullnetare, adin me kohë pjekësh, me kohë kalitesh. Po sulmi në atë autobus, nuk kemi informat për sa të vram, s'kemi informat se po në Tomocin e kam vendlindje dhe aty kanë qarkullu është rruga kryesore asfalti që kalon për Istog edhe është në mesin e nyjeve kryesore që lidhet Istogu me Pej. Është edhe një rrugë tjetër që shkon në drejtim Trakoshit, anën e djath për Pej, po ajo ka qenë Istog Pej rruga nyja kryesore. Edhe ne si polici ushtarake, shumicën e rasteve na shoshim ka Tomoci, sepse e dishim që qarkullojnë forcat serbe në atë kohë, furnizimet pej burgu Dubravës, u bëshin ndërrimet e policisë, paramilitarëve edhe ushtrisë drejtim Deçanit. Do thot, tu mor pjesë në luftim, tu lodhë, ktheu një stog, tu shku tjerë të freskët edhe dikon sulmin komandant Trakoshit ka ndodhë me 3 prill, dikon ka ora 7:20, 19:20 faktikisht, për pasoj, do të thot, sulmi ka qenë shumë efikas. Edhe sulmi në autobusin mbushën me policë, rruga e cila kalon ta jep mundësinë kur e kem pa autobusin për një pike, kemi vrapu shpejt, aty i thëmë të një vend të projet, shpejt kemi vrapu edhe tu vrapu i këmë thonë fut në fishekun tyt, po ma në tytën të poshtë, edhe kemi kalu në peroje, bam, edhe jemi pozicionu si ka edhe autobusit, ja kemi lëshu autobusit.
Ka shku autobusi, hop, edhe ka kris bam, asi. Është një shqiptar që e njohim ne, që në atë kohë o konë në spital, i bom operacion pe zorës qorë. Edhe është dhënë një dëshmori, po s'ka pranu më ardhë me të regu të vërtetën se qëfar dami na ju kemi bo atyne. Po në atë kohë, Haje Spikerica thot që grupi terrorist Sulman Tomac, kemi dame nanën tonë, po si përmenin. Asaj që kemi ndëgju, thojnë është dikun 12 policë, thojnë. Po qaj shqiptari e din sakt se që ka ndodhë. Po gjujtjet kanë qenë shumë efikase, edhe kanë qenë, ka qenë e pa mundur më mbrojt autobusi për gjujtjeve tonë, tash llogarit 17 kur gjujnë, sa kemi qenë 17 dhe 20. Aty numri ushtarëve, gjithë drejtim të autobusi, çka mund të ketë. Po them që nuk e dim damin e sakt, a data 12 është 12 prill. Na si polici ushtarake përgjithësi e kemi pas pjesën perëndimore të brigadës, pika e pjesës perëndimore që ka qenë Radafci, fshati Radafc. Edhe aty janë konë grupi ushtarëve që kanë qenë lokal, edhe për forcim policia ushtarake. Kur kemi shku në atje, është një kohë dhe aty na gjujshin shkijet me prag, e na hishim ka një farë ka qenë një farë istikami, i hapun një trashe. Edhe thot se e gjujtëm edhe ajo shumë efikase praga, aty kush krepke kjo arma jonë, që aty ta gjujke. Edhe kur jemi shku në Radafc, heret me ngjes, atje për me pas atë kontrol të asaj pike, pa të nhy shkijet në drejtim të kryqit në Vaselës edhe kallshin shtëpia, po kemi pas shkembime me ta sporadike, pse nuk e kishin qëllim mësymin kësaj jane, po e kishin pjesën lindore. Atje në pjesën lindore shojke flak. Shojke o konë krisma hallakame madhe. Edhe tu e pa që aty nuk ka gjanë, thash djem, na do mu spasu pe këtujt edhe më shku mju një mu shokve tonë atje. Pa na dhonë kush urdhë, pse na kemi pas pjesë e urdhët tonë ka qenë më nejt aty. Po çfarë kuptimi kishte në më nejt aty, kur anej bojë flak. Edhe pse nuk ka qenë roli jonë si polici ushtarake, më shku atje. Unë edhe ash urdhën, edhe i mora ushtarët, aty meten do djem familjes e Lezaj, që Halilje, tjerë, vjen keq që nuk pujtohet e emni gjithë. Halili është vllau i këtij Tasim Elezit, i Blerim Elezaje, edhe disa tjerë. Ata metën aty, na shkum prap kalum në qatë pjesën ku praga vazhdimisht na goditke, e një kera dy i kishim, pas e një kerë e krejt ushtarët janë ardhë kam, pej Radafci drejtim të Vrellës. Një orë e gjys kam. Kur e janë ardhë në Vrellë, e mi bo bashkë me ta, kemi shku, ka qenë ajo kuzhina aty, kemi shku me gjetë nej trosh buk, diçka më hangër, kemi mbledh nej kore që aty edhe, kemi shku drejtim të pikës kryesore të bunkerit, ku ka qenë mes fshatit Lubozh dhe Vrellë. Kur i kemi kalu këto
Pa i kalu shtëpia të Demajve, aty në u ka bashkangjit Skener Maraj edhe Brahim Dreshaj. Edhe tash, kur këmë thonë, unë kush din më shku dhejt e bunkerit për me mua informatën, që shë gjendja nalt për mi Gulinov, se kemi pas bunkerin, pastaj kemi pas trashet në drejtim të malit, ka qenë mali Derpa nëse s'gaboj. Edhe aty ka qenë Gulinovi, e ne dojshim si polici ushtarake se çdo herë unë si djalë edhe pjesëtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, më shqetësoj ke mali shumë, se kisha qef mu pozicionu në mali që mas më nahi me rujt shpinën. Sado që muhet më kosul mi jashtë për drejtim kësajna që i kemi pas bunkerin, ka qenë e vështirë nëse nuk nahi mrapa. Dhe të konë kogja një farë fortifikimi mirë, sepse bujaru Kimeri është një ushtarak i rrymë. Edhe për mu metet një luftetar i jashtëzakonshëm. Vërtet ndina krenar që kum da një pjesë tjetës me atë njeri dhe me atë figurë. Edhe vjen Brahimi, ju thëmë ushtarëve shpërndanu në për qëto proje, rrini 4 metra largë, dëshim më nabot spira shkijet me granata. Si breshër bishin granatat. Po, zoti madhe dhe. Kemi prit aty dej sa ka shkuaj të bunkeri, kur o këthy, a i takuat me Ramadan Dreshin. Edhe Ramadan Dresha s'ka informata he që shë gjendja nelt. Shkijet veç ishin pa hi. I pozicionu një far pjese. Edhe a i s'ka pas informata, ka thot, po gjendja është mirë. Unë thot një ushtara Dema, i thot, komandant, thot, si o vra Ismet Bici. Ismet Bici, Gjafer Mehmeta, të Gulinova, në këne dhune. S'kisha informatë, se na ishin pjesën tjetër, edhe kur thot, a Ibrahimi, thot, po gjendja është mirë nelt. Edhe kemi vazhdu, nëse unë paku acarova në të ushtarin, e bona një gjest, kështu kogja tash për ndrejtim ti. E thash pëse po dizën formën të vrasë si qenin. Adin, se më thonë që a i kish pas informatat mirë, hëllëtën, po pika komanduse, kontrolluse në atë kohë që shokon ofanzive madhe, dikon ka morë fryme dhe o prish zingjiri. Adi fatkeqësisht. Edhe kemi vazhdu na malit për pjetë, në thët, i thamu në me vedije dhe i vdekjes. Me vedije dhe i vdekjes. Në thojza. Edhe kur kemi shku në qatë pjesën kur shkijet janë konë të vendosat, edhe të nga përcjell mirë, po të mënu më nga të zonë gjallë. E kum kalu një farë garë dhe e kemi kalu faktikisht një shaj pari që aty, edhe Florim Demaje, Valdet Demaje, Agron Blakaje, Hajru Shelezje, Zyrafete Lajqje, Blerim Regjaje, e shumë është Arta, Milazimi, Gjelali, Sali Regja, shpresoj mas të hikujnë hak, dhe thot, kur e kemi kalu, aty gardhen, na vjeshin për i malit mas nelti na gjyshin me snajperka me shurdhus edhe dum. Atje dum, vish kur na bëjket bari, tup. Thash, e djem, fut në më qëtu mrena, i thash edhe shpërndanu, se diçka nuk o mirë, a shkijet neve të na përcjell. Qështë që në shpërnda ushtartë, më në tu vrapu, jem hi një farproj edhe për pjetë, veç kur në distancë shumë tafert, ish kur kum pa që ka leviz diçka, kur ka plas batarja. Pam, të jem gjujtë në përru. Ata
ata tjerë janë konë ma në fush. Do thot, edhe Skënder Maraj, edhe Bujar Visoqi, dëshmorë që kanë ra, edhe Abedin Dervishaj, dikush thot, jëm panik jo anej, në që ato hudhe që i kanë bo shkijet, në që ato hudhe, në që atë breshëri që s'di shakryt ku e kam, bike zal e spirat lisave pe ta në onve në të pru, po unë isha ma sigur, veç me naj bombë kanë mujtë më mvrasë, për në ryshe nuk më ishin më mvrasë, jam konë kështu. Edhe më kam bulu krejt ai lëmshtimi për mi trup. Ai Abedini qohet mja u fut zolle, ka pas zollen, po ja fusin snajper këmbal, Abedini. Qfar jo hero, jo po mbi hero, Angela, është pak më fol për ta. Skënder Maraj nuk e di qysh ushtar tjere din dhe thët ku e ka plumi, qysh e ka plumi, a Bujarin e ka kap barkut. Bujar Visoqin e ka kap barkut. A i Zetin e kanë kap snajperk në gjunë njëjtin vend, 2 herë snajperk e kanë godit. E si ka pushu bërshëria, jem qu tani gjysemi ngritur edhe kom gjujt në drejtim shkive. A brrrr. Bomba s'keshim. Trëmblona s'keshim. 60 fishek e kum pas. Edhe një snajper jugoslave me 5 fishek. Kur kum gjujt me snajper jugoslave, fishekun e parë mu ka koqit. Po e kum pas këtë pistoletin 15 të komandantit policisë Rakoshit, e kum pas në brez, edhe se disha qka është mara ndorë shkive, kur në momentin kur kanë gjujt ata, edhe unë jam gjujt, e jam ra poshtë, asi e kum këshyr, e kam revolin, se ke hudhje kogja asi. Edhe tani, kur jam tërhek të poshtë, ju kum thonë këtyne, tërheqnu. Kur e kum pa Hajro Shelezin, ndjes pas, se dhe i ma vona vra, Zorafetin, artën, flarimin e krejt këta tu tërhekne për pluma. është e pabesueshme ata njerëz që s'janë bot spira. Jo mu vra po se po mu bot spira. Edhe janë bashku me mu, edhe thash atyne që to pe istigar dhe vetëm një mënyrë na muj më pështu. Vetëm një mënyrë. Ma bo hudhja. Po ish proj, hojtë e mdhej, as më ishe më hi për funi, po për mi ish problem më këcy. Edhe unë veç e kum gjyt kalashin, edhe kum këcy fluturim, thi. I bjen 1 metër e gjys. Shaj përgatitën. Thash vetëm qështu. Kur kanë këcy ata dyqysh, kur e ka kap atë hu gardhe Zorafeti, me këcy gardhen, i ka met hunin dorë, ja kanë qkap me pejgjujtjeve. Batare bëshin atë gardë. Po thëmë, po, Zoti madhe dhe nuk di as vetë që kemi pështu, e Bujari ka met aty, s'kemi pas shanca me tërhjek. Ati që është dhimë të madhe, po nëse kum pa Bujarin, as se kum pa Izetin, as se kum pa Skenerin, as se kum pa Dapin. Edhe unë nuk i kum pa, se fizikisht jem kon larg tyne. Këto për Dapin kallzova qysh jenë dëshmitar të okular, qysh o qu mja ulshu shkive zonë. Dhe të aty tani me agronin, me këta florimin, me valdetin, me blerimin, me Zorafetin e të tjeret, jemi nda.
ata janë shku në drejtim të Vrellës, a këto Gjelal Hakaj edhe Sali Rexha, ata janë konë afër Izeti. E ata kanë arrit në pjesën tjetër me tërhjek veç Izetin, se ju ka thonë, parë zote mos më leni. Edhe e kanë kap, përderisa ka ra poshtë pe o tërhjek pe asaj pike zjarrit, a i thuja veç gjakderdhe e madhe dhe i ka dhon jetë. Edhe na me Arben Januzaj, rebelin, kemi vazhdu në drejtim bunkerit. Edhe kur kemi shku atje, normalisht nuk jom konë mirë emocionalisht. Jo, po e desha që diçka o bon. Sonën nuk i pa shkrejt ushtarët, aty ku u bon bashk. Se do thot, zjarri i madh neve na ka shprenda. Dikush knej, dikush anej edhe qashtu. Kur i bërtita Bujaru Kimerit e aty ke Ramadan Dreshe, thash, ja u thash një farë fjale aty. A i tha, Zigor, tha qetësau, Zigor. Thash, qërbe mu qetësu, qërbe na vim për atjet edhe adin shkijet po hin në pika tona. Nese kemi vazhdu me për ati momenti, unë dava me ta edhe tu vazhdu, kur na ka rro granata mu e rebelin. Bam! Ato e boni të spira, mu hap vrima në dorë këto e madhe, kap ato, kapja armin teme, këtëse ke gjaku, të e bajt në shpinë. Iqballi që kur ashtu, se ka pas më godit në kokë, jem ka godit në dorë, tu mbrojt. Edhe Rahmeti pa shpirti ka vdek mas lufte, Hirzi Sylaj, një burr fort i mirë, ka qenë vetë i dytje. Edhe tu ardhë me kambi ata e Shref Halitaj. Gjallë është e Shrefi. Shqiptarët më dhej. Pa fundësisht rima. Ne për granata, qështu qasheshin, ne për granata. Edhe janë dalë shpejt, na kanë kap, ato në kambi, mu në kambi, edhe na kanë qu në pikën e improvizume të mjekësisë UÇK-s, aty ka qenë doktor Rifat Dreshaj, nëse s'gaboj, po Zenel Shatri më kujtohet, që thojnë një që i bojnë dy. Edhe aty, tu mi tërhjek, tu ma bo operacion dorën, tu predha, ka pas copat predhës shumë, edhe po s'mi ka hjek, sot e kësaj dite e kam, nëse dora nuk e ka atë fleksibilitetin që e ka e djatha, po nuk qenë pesha jo fare, edhe aty e kum kuptu që vllau mu ka vra. Nuk di, Zeusi, Zoti i Zotnave, aj ma dha lajmin. Nëse tash merr një farë shprehje në ato momente, as nuk e di qysh më ka ardhë, as nuk e di pse më ka ardhë, as arsyen, as pa arsyen, edhe që e kam sinonim pe ati momenti edhe dhe me sot, kur thash, të ma bo operacion, kam menduar i tërë për ty, kam shpresu si janë gënjeshta, befa zemra me është ty, kur përgjigjen ma kthej heshtja. Edhe ajo heshtje ma jepi përgjigjen që edhe i Zeti, edhe të tjeret janë vra, tani e morën vesh, i Zetin e prunën të komandën Studenicë aty, të shtabi, edhe nëjse i morën masat,
i morën masat për me vërros, po jo me ndërimet mdhaja ushtarake, po me ndërime solide, shumë solide. Pata një moment adin prap tron, se kur u pështeta për atë o ka një muri i gurit, edhe e mira ishte që na për shembull një ushtar në rastin konkret i zetin e kishim aty. Adin, po ata tre si kishim. Ata tre si kishim. I kombit i pike gjaku në sokak. Sokak, jo i asfaltum, për rrugë traktorave, kerreve, kaj. Pata kogja mërzi edhe e morëm faktikisht tash aty mas presin pe i kërkuj, për mja bo ndërimet ushtarake. Që është puna, edhe kemi qu të vërrezët, po ka rrezik i madh. Granata. Thash, pash zotin sa të muni shpejt, bënë një pak gropen edhe, se thësha për na bje një granatë në aty tu qelë varë, adin jesh rrezik më na myt. Adin po me men kry, po le që aty gjithë natën me nxes, kur të pushojnë pak në i moment pushimit granatave, na në flak granatave. Ja kemi vendosi zetit një shkrem aty, ma pa kokë edhe kemi mbulu që aty edhe. Nesërmen zdi atë natë kem flajt, zdi që kem flajt. Nesërmen me nxes, ne su takova me komandantën e brigadës edhe kërkoj rimobilizim policisë ushtarake, edhe të ushtarëve në përgjithësi. Thash, jo s'mujnë policisë ushtarake, se nuk muj peshe gjendin teme, qysh jam, edhe nëse unë s'ju pri, nuk ja dhom asë një ushtarë kërkujna. Unë du m'ju pri ushtarë, vetë. Unë i pare, ata mas meje. Edhe ne su largu e komandanti, falendes për tina, mirë kuptoj, edhe pse unë isha kogja i prerë. Edhe tani adasht te para orës 3-4 mi mbledh krejt aty se ofenziva ke pitana onve, edhe na stërën shkijet. Po, te pika e mulajve, atje janë me dej me 13 të luftu do ushtarë, se ata s'kanë pas informat edhe si duket edhe nuk kanë mojë informat për çka të ndodhë pjesë tjera. Po, rrethonat edhe kushtet e vështira, ndoshta kanë bërë që edhe ata mos me ditë çka po ndodhë pjesë tjera, se ka vrella neve që hinen shkijet, do të hinen vrell shkijet me autoblinda, me tenka, me adalet. Edhe aty, edhe tu në tërhjekje sipër janë vrarë 3 ushtarë. Po nuk jam konë aty, nuk guxoj më fol, sepse për një diçka që nuk ja kam protagonist, është e tërpshme më fol, e para, e dyta, duhet me fol vetëm të vërtetën, dhe me se të vërtetën, e jam më fol hava, se nuk është e ndershme. Agjën e takoj me datën 12 në kryq Studërnicë, ishte edhe gruaja Agjës. Tha, bre bas, qysh i keni punë, i thash se i kemi tha bacalak ati.
Mirza Xhafer, qysh i keni punë? Thash mirë, veç i Zeti, thash ka shku. Ha, tha, ku pas ka shku? Jo, s'ka shku kërkuni, thash, po o vra i Zeti. Edhe, kur e kanë shu kamët, edhe ja nisi moqajt, thash, mos u korejt, i thash Bacalak, i thash se rrugën që kemi morë dihet pse, edhe kum lanë që aty në qatë kryq, kum vazhdu, në thëtaj, tani ka shku në bjeshket, nesërmen, tu ardhë me, është dëshmor, Laus Saljerec, Ajregja, i kemi dajt babs, ajo kanë pjesari u qekës edhe kur kanë arë për i bjeshke, jo në bjesh, po për mi fshatna, kanë pjesë për mi fshatna, kur kanë ardhë për furnizim, për buk, dhe thët, dytë janë kanë tërmatëst, dytë janë vra, kanë ra më prit shkive. Dhe edhe agja, edhe ajo shtarë e regjaj, edhe në thët, ajo është dëshmorë se kanë pjesari u qekës, po migja nuk është dëshmorë se nuk ka qenë pjesari u qekës. Ka majtu qekë me buke, me asije, me bajtne, me mille, ka dhoni veprimtari tjerë zakonshme, po që na nuk kemi pranu mu bo dëshmorë, sepse derisa nuk ka qenë ushtar i radhitur në qekës, do s'kanë hezitu, pa qenë fare as përcip të azi në veprimtarinë e UÇK-s, dykun thjesht edhe me pa UÇK-n, do i kanë bo mas luftë dëshmorë, do civil vram, që është kogja njollë e keqe për vetë luftën ushqishimtare të Kosovës. Se nuk bën me leju mu degradu historia do të mbetet ashtu që është. Kushdo që vrasi civil është martir edhe gjaku i tyre është skalitje e lirisë Kosovës. Pavarësisht është martir, është dëshmor. Gjithë janë shqiptarë edhe gjaku i tyne ka shku në mullirin e lirisë të këtij populli. Po me kamuflu historinë edhe me boni diçka të paqen, Zotin na mallkon. Fatkeqësisht ka ndodhur. Kjo është njollë e ranë, kur e mendoj lirinë ditë e para të lirisë edhe ajo veprimtaria e jetës me njëherë mas lufte, më pa thonë dikush që ka më ndodhë që kjo. Ai që nuk ka morë pusht në dorë, ai që nuk o vesh në radhët ushqishimtare të Kosovës, ka më pranu me morë një statut të veteranit, e aq ma tepër dëshmohet i kisha thonë falë, a ke kristi, shkon psikiatri. Nuk e kisha besu. Është pafundësisht e dhimbshme. Edhe e papranueshme. Ligji që ka dalë për veteran, ma mirë që ka dalë një ligj se mas më pa pos leqjes. Po është ligj diskriminues. Edhe konsideroj që krejt qeverit pejt parës dhejt funit kanë rabë prodhim për sa i përket vlerave të luftës. Kanë rabë prodhim. Qysh mund të më kanë një ligj i cili dikuj janë një të drejten, dikuj s'janë një të drejten.
ky që punon zyrtarisht s'ka të drejtë, ky që s'punon, punon më sheft, e gëzon qatë limosh, ajo limosh, do të thotë, më ka pengu që sa vite kjo gjë, sepse ligji duhet të jetë ligj, po edhe veterani duhet të jetë veteran, po edhe dëshmori duhet të mbetet dëshmor. Kështu që konsideroj që vlerat e luftës janë në përkëmbë, her me qëllim e her pa qëllim, po që janë në përkëmbë edhe vjen tepër turp, po pres që jo larg kjo çështje ka mu zgjedh. Edhe çështja e veteranëve të rrajshëm, edhe çështja e familje e dëshmorëve të rrajshëm, duhet mu zgjedh. Duhet mu zgjedh sepse secila gjë do të marrë në vendin e vet. E s'ka çare pa ardhur. Unë jam optimist. A jemi vënu shumë. Krejt bre dim kush çka ka bon, se Kosova nuk është Amerikë. Kosova është e vogël. Policia ushtarake, hajde maksimum 50 ushtari ka pas. 50 ushtarë. Njësia speciale plus minus 50 ushtarë. Edhe një njësi tjetër që jo konë. Forcat territoriale të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, qofën të matës, qofën të fshatet tjera, dikun 10 deri 15 vete ka maksimumi. Ka pi fshatat ren, Vrell, Studenic, Radavc, Oroberd, gjitha këto, do thot, ka 10-15 vet, sa vet po dalin? Apo dalin 500, as 500 nuk dalin. Brigada 133 i ka pas dikun 500 ushtar. Plus minus. Ku dolin gjithë këta ushtar? Ka erdhën gjithë këta veteran? Ka pikën gjithë këta veteran? E përdu më thonë, gjona dihen, po do të mi thirë mendjes, edhe duhet gjonat mi këthy në vendin e vetë. Sepse është e pafalshme. Është piklimi madh. Është çdo ditë mu piklu njëri. Jo vetëm sot që ka ardhur thaqit e baba i vet. Ajo desht mi qenë të kryt kur o kon varr, kur o kon smut, të kryt të vorri, mja bo një ceremoni normale, e jo kështu. Ata janë peng, bre, janë peng politikave serbo-ruse, sepse dihet që i forti ta bën politikën. Janë peng i agenturave. Qysh ka mundësi një Slobodan Milošević, një Karadzic edhe një vjeç tjetër 3 veta mu burgos edhe mu shku në Haga, kush e dikun, e në Kosovë, Ramush Haradini, kë Luani, Dauti, Hashim Thaçi, Recep Selimi, gjithë ky Fatmir Limaj, Ren është një visër i taj njerëzve, Ramush Ahmeti, o Burgos, e 10 të tjerë. Që shka mundësi luftë qëllimtare, mu burgos 3 Serb që kanë sulmu dhe kanë bërë gjenocid në krejt Jugoslavi, a në Kosovë, sa është numri minimum 30 vet që janë Burgos. Le mu qmen njeri, pasha zote mu qmen. Është dhim dhe madhe. Kur e pash Hashimin të baba i vetë në spital, me pranga, me prute baba, e sot të vorri, më të pik vaja. Zi që më thonë. është marrije madhe, është gjykat gjakatare. Mas thëmë gjykat fashiste. Ajo gjykat fashiste. Ata janë peng, ata du të mullshu. Edhe dhe nesër me ngjes, gjuna mas mullshu dhe nesër me ngjes. Sepse janë peng. Thash, janë peng i agenturave serbo-ruse. Investimeve të agenturave serbo-ruse. Gjuna është çdo sekond që kalojnë atje në burg është gjuna. Ata kanë muriru, sepse lufta ushtrisë qëllimtare ka qenë luftë e drejtë edhe luftë e shajtë, deri në pikën e fundit.
Dejtë e Zotit. Edhe nuk mundet kush çka më thonë. Lufta më e pastër e mundshme është e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. S'ka luftë më të pastër që ka bërë ushtria shërbimtare e Kosovës. Luftë e dinjitetshme, luftë e mbarë, luftë e qiltër. E ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Kota ta marrën, kota që kanë mulshu, s'mund mi burgos. Që kanë na s'kishim bukë më hangër e pas kanë bërë transplant të organeve. Kjo është lopa, këto nuk e besën. Llogarit çfarë fabrikimesh famoze, e turpshme. Kanë mulshu. Na si popull jemi popull i vogël. Secili sektor, secili segment i këtij veni duhet më pas kujdes. Duhet më pas kujdes politika mos mulshu në ofendime tulta e banale të cilat i bojnë dëm kauzave kombëtare. Mas të përmeni një ofendim për shembull Ramushi që ju ka bo. Njeri gati o shkrim e këtë familje, mi thonë ajo është kështu, është ashtu. Është e pafalshme. Duhet më pas kujdes. Generalivet shpallë, ma se nuk bëna, këto nuk e pranoj. Duhet më ditë më bo politikë, bën politikë të marrë të mirë. Mos një luftetar, që edhe Ramushi ka gabime. Kretë na kemi gabime. Nuk është i gjithdijshëm, Ramushi edhe asnjë. Secili prej neve kemi gabime. Po do të mirujt figurat. Do të mirujt se ajo figurë shërbimtare, figurë kombëtare është. E të tjerë të rënë. Edhe secili ka kontribu për këtë vend, secili ka kontribu për këtë vend, duhet më pas kujdes me bo politikën. Jo më bo politikë përçarse, se jemi shumë pak, kemi nevojë na për mu zhvillu, e kemi armikun të dera, permanent, duhet segment të shtetit mi forcu fort, që shi forcem, kur ki unitet, kur ki bashkim, e zbashku na muj më konë fort, të përqam armiku në glabran, për 24 orë në glabran. Kështu që uniteti dhe bashkimi është forca jone e vetme. Kur thëmë unitet dhe bashkim, jo unitet dhe bashkim brendshëm, po unitet dhe bashkim kombëtar. Do thot me Shqipërinë edhe shqiptarët e trojeve tona. Duhet unitet edhe bashkim. Miru pafshim.